Gianni De Piazzi ka folur për ndeshjen Shqipëri-Serbi që do të luhet këtë të shtunë më 7 qershor, ku qesinjtë do të masin forcat në sfidën që vlen për kualifikueset e botrorit. Ish trajneri italian i kombëtarës son tregon për Top Channel se beson te fitoria, ndërsa mendon se kjo skuadër është më e mirë se ajo që siguroi kualifikimin në Euro 2016. Çfarë mbani mend nga ndeshja kundër Serbisë, një nga ngjarjet e rëndësishme sportive që do të mbetet gjatë në kujdesin e shqiptarëve? Çfarë kujtoni nga ajo ndeshje? Ndeshje delikate kundër Serbisë, e kuptuam sapo arritëm në aeroportin e Beogradit me një numër të madh policësh dhe masash që ishin për të shmangur incidentet, dhe kur arritëm në hotel, para hotelit ishte një autoblindë ushtrisë për të mbrojtur vendodhjen tonë. Kur ikëm në stadium, të rroqën të gjithë tifozët serb dhe praktikisht gjatë ndeshjes ishim 0-0 kur pushtuan fushën, dhe ishte kulmi i gjithë situatës që ishte shumë nervoze dhe shqetësuese. Mendoj se me 0-0 po e menaxhonin mirë situatën, pastaj pushtuan ata fushën, disa lojtarë u goditën dhe kjo është sinteza e ngjarjes. Kanë kaluar 11 vjet dhe unë e kisha lënë më njanë këtë ngjarje sepse nuk ka më kuptim. Sipas jush, si është sot situata e Shqipërisë, sa mundësi ka për të mundur Serbinë? Mendoj se kjo Shqipëri ka më shumë cilësi nga këndvështrimi teknik në krahasim me skuadrën që kam stërvitur unë. Ka shumë lojtarë që luajnë në Serie A, në skuadra jashtë kampionatit shqiptar dhe sigurisht shtete që kanë traditë të madhe të futbollit si Anglia apo Gjermania. Besoj se e përmbledhur kjo skuadër ka mundësi të mira të luajë në këtë kualifikim, sepse mendoj se i vetmi konkurrent përtej Anglisë, që është lehtësisht më lart se të tjerët, mendoj se ndeshja kryesore është ndaj Serbisë, që bashkë me Shqipërinë luajnë për vendin e dytë në klasifikim. Do të jeni në stadium? Ku do e shihni ndeshjen Shqipëri-Serbi? Po, do kem kënaqësinë të jem pjesë e kësaj ndeshjeje të bukur. Uroj të jetë e bukur që të çojmë në shtëpi një rezultat të rëndësishëm. Presidenti Duka më ftoi dhe unë do të vi me dëshirë të bëj tifozllëk për skuadrën tonë. E shihni një ndeshje përtej futbollit në një kohë kur kemi një histori me sfida dhe lidhje politike? A është një ndeshje përtej futbollit? Si mendoni ju? Duhet të mendojmë vetëm për futbollin, duhet të mendojmë vetëm për këtë ndeshje që është një etapë e rëndësishme për objektivin shumë të rëndësishëm. Nuk duhet të ketë asgjë jashtë rezultatit në fushë. Besoj se është një mundësi të tregojmë sa jemi rritur dhe që arrijmë të kalojmë atë që disa vite më parë na krijoi vështirësi shumë të mëdha.